në fakt në respekt të deputetëve të mazhorancës, se për ne si opozitë e di që nuk keni respekt. Po çfarë ju pengon ju zoti ministër që këto ndryshime në buxhet t'i sillni në rrugë normale, jo me akt normativ. Pra që dhe deputetët të kenë mundësi të propozojnë, të konsultohemi, të diskutojmë me ju dhe pastaj qeveria dhe kuvendi vendos. Se kështu gjithë ky diskutim mua më duket një diskutim bosh, se duan s'duan deputetët e mazhorancës janë të detyruar ta votojnë këtë akt normativ. Dhe a nuk ju shqetëson që ju keni një rënje të parashikimeve për mbledhjen e akcizave dhe të tatim fitimit? Pavarësisht që parashikohet një rritje me 20 miliard lek, ajo në masë më të madhe bazohet e TVSH-ja dhe TAPI. Këto janë parashikuar me minus, me rënje. Kalojmë tek shpenzimet. Nisu nga fakti që ju bëni një indeksim me 2.7% të pensioneve dhe shisni si sukses të madh që e afroni me 3 muaj, unë duat ju bëj një pyetje. Përse ju gjatë diskutimeve të buxhetit, ju si qeveri, për të 13 vitin e 13 radhazi i refuzuat amendamentet e opozitës për rritje reale të pensioneve? E njëjta gjë mund të jetë është dhe për sa i përket përcaktimit të minimumit jetik. Përse ju ende hezitoni dhe nuk e shqyrtoni këtë? Në Shqipëri është imediate përcaktimi i minimumit jetik. Në rast se themi për përkrajjen e shtresave në nevojë, këto që ju sillni bonus e shtesa e kështu në fakt janë lëmosha. Ndërsa një shtet i drejtë, një shtet i së drejtës, një shtet ligjor flet përcakton minimumin jetik dhe mbi bazën e saj përcakton edhe pensionet minimale e të tjera. Pyetjem për opozitën, ju keni bërë një përmirësim në formulën e përcjelljes së dëmshpërblimit dhe për këtë jeni për të përgëzuar. Po nga ana tjetër duhet ta kuptoni zoti ministër që me këto dhe shtesa minimale në 100 milion lek që ju bëni dhe thoni nga 1.5 miliard shkojnë në 1.6 miliard për vitin 2026, dëmshpërblimi ishte përndjekur politik, i cili është dëmshpërblimi drejt ligjor dhe kushtetues, prapë është minus i madh për qeverinë tuaj. Kujtoj këtu që në 2013 më shumë qeveria e PD-s përcaktoi 3 miliard lek për dëmshpërblimin e ishte përndjekur politik. Unë mendoj zoti ministër që do jetë në nderin tuaj, në 2013 do jetë në nderin tuaj të bëni një hap të madh, sasior në përcaktimin e kësaj shume. Kjo shumë duhet trefishuar zoti ministër. Edhe besoj në atë mirësinë tuaj që do ta shqyrtoni në këtë këndvështrim. Tani, ju këtu shtoni për fond për barnat e onkologjiku dhe këtu keni bërë shumë mirë. Këtu më jepet rasti të përgëzoj dhe një gazetar kurajos si Osman Stafa që e ka ngritur vazhdimisht këtë çështje. Po jo, Osmani ka punuar si luftëtar i dritës, luftëtar i demokracisë, luftëtar kundër korrupsionit për të drejtat e tyre të sëmurëve me smundje të rënda. Po, kur artuat buxheti në fillim, në fund të 2025-s, ishte më i rëndësishëm ndërtimi i hotelit se sa shtimi i fondeve për barnat e onkologjikut, se këtë mund ta bëni që në fillim të buxhetit. Të njëjtën gjë mund të themi dhe për fondin e rindërtimit, po këtu duke lexuar relacioni shoqërues më ka bërë përshtypje një gjë. Në thelb këtu duket edhe ajo paaftësia e qeverisë suaj në integrale, jo juaja personale, përsa i përket planifikimit të buxhetit në kohën tetor, nëntor, dhjetor të 2026. Dhe konkretisht ju keni institucione këtu, meqense janë dhe përfaqësues të Ministrisë së Turizmit, që ju i shtoni pra me buxhet shtesë me akt normativ
pagesat e kuotave të pjesëmarrjes në rrjetin traduki të antidopingu apo UN Turizëm. Këto janë pagesa fikse vjetore. Dhe kjo është paaftësia, se nuk ka brirë paaftësia. Këto duhet të ishin parashikuar që në tetor të 2025-ës për buxhetin e 2026-ës. Apo investimi shtesë që thoni ju për galerinë kombëtare të arteve. Kjo duhet të ishte që në fillim. Edhe vetë ju ndoshta në sistemin Asikuda në dogana e keni një gabim të tillë. Apo kaloj të një institucion tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që ju e keni të përkthjelur, është i përkthjelur i qeverisë. Ju jepni 99 milion shtesë për procedurat e nevojshme për zgjedhjet vendore 2027. Po dhe në nëntor 2025 dijej që do kishte zgjedhje vendore në 2027 dhe bëhet planifikimi bazë. Kjo nuk është detyra juaj e drejt për drejt, po ju duhet të ushtroni atë presionin e dur zyrtar, presionin ti vendosni në korniza. Në korniza këto kërkesa, këto rialokime. Megjithatë ne do kemi rast edhe të diskutojmë, po më shumë ndoshta do përqendrohemi edhe tek ai akti normativ tjetër që është akt normativ i flagrancës, i abuzimit, i arrogancës, i korrupsionit. Një fjali, falenderoj. Tani nuk tham për diskutime, ram dakord. Okej, ram dakord në parim që do t'i ndajmë një pyetje nga diskutime, zoti. Okej. Zonja Ledina. Faleminderit, zonja kryetare. Zoti minister, nëpërmjet pyetjeve doja të kuptoja në fakt logjikën financiare të këtij akti normativ. Nëpërmjet këtij akti normativ ju shpërndani miliarda lek. Dua të kuptoja të filozofinë me të cilën ju keni bërë pikërisht të zgjedhje. Në fakt ju parashikoni për pensionistët 872 milion lek. Çfarë nënkupton kjo? Që pensionisti në qytet do të përfitoj mesatarisht 543 lek më shumë në muaj, pra që do të thotë në ditë 18 lek. Ndërkohë, një pensionist në zonat rurale, sipas fondit që ju do të rishpërndani, përfiton mesatarisht 320 lek në muaj, e përkthyer në ditë do të thotë rreth 10 lek në ditë do të përfitoj pensionisti në zonat rurale. Nëpërmjet fondeve që ju do të shpërndani me këtë akt normativ, a mendoni se kjo është një mbështetje reale për një pensionist sot që ai të përballoj koston e jetesës?